Në gjykatën speciale në Hag është mbajtur seanca e fundit e deklaratave përmbyllëse në rastin kundër ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi, si dhe ish-deputetit Recep Selimi. Prokuroria ka kërkuar që të akuzuarit të shpallen fajtor dhe të dënohen me nga 45 vjet burgim secili, por ekipet mbrojtëse kanë argumentuar se nuk ka prova për krimet e pretenduara dhe kanë kërkuar lirimin e tyre. Avokati i ish-presidentit Thaçi, Luka Misetic, deklaroi se nuk ekzistojnë prova që Thaçi të ketë pasur rol në kryerjen e krimeve apo të ketë transmetuar qëllimin e përbashkët kriminal të akuzuarve, ose të ketë pasur ndikim në hartimin dhe shpërndarjen e komunikatave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Jemi në një rreth vicios. Nuk kemi asnjë provë. Asnjëherë nuk kemi thënë që ZPS-ja do të vërtetojë kontributin e konsiderueshëm për të cilin nga akuzat që gjenden në akt akuzë. Por standardi që ka dhoma e specializuar që pasqyron standardet e tribunalit, është që duhet të ketë një kontribut të konsiderueshëm për krimet në akt akuzë. ZPS-ja për këtë s'ju ka treguar asnjë provë. Në përfundim të nderuar gjykatës, ju lutem, shpallni pafajësinë për të gjitha akuzat. Konsensusi i provave dhe dëshmitarve, ndërkombëtar dhe brenda UÇK-s, ishte se Thaçi nuk dyshohej të ishte përfshirë në krime lufte apo në ndonjë politik që shënjestronte kundërshtaret. ZPS nuk kishte përgjigje për të hedhur poshtë këto pretendime, tha Misetic, duke shtuar se zyra e prokurorisë specializuar kërkonte që gjykata të gjente prova që ata vetë nuk i gjetën. Mbrojtja e di që do të pranoni provat tona. ZPS nuk dëshiron të bëni punën tuaj, por të gjej prova që ata nuk arritën t'i paraqesin. Ata dështuan, theksoi avokati. Ai kritikoi mëtej ZPS-n, duke thënë se prokuroria kishte bërë mëkat të madh duke premtuar shumë por pa i mbështetur pretendimet me prova. Ata kanë premtuar fishek zjarr, spektakël, por nuk kanë paraqitur gjë, tha Misetic. Avokati foli edhe për atë që e quajti ndryshim të paraqitjes së provave nga zyra e prokurorisë specializuar, duke theksuar se disa takime të përmendura në seancë nuk ishin pjesë e dosjes përfundimtare. Ai shtoi se ish shefi i shtabit të UÇK-s, Bislim Zyrapi, kishte qenë pjesë e këtyre takimeve, por prokuroria tha se ai nuk ishte personi besuar i të akuzuarve. ZPS pretendon se në këto takime u diskutua për avancimin e qëllimit të përbashkët kriminal, por njëkohësisht nuk e konsideron Zyrapin si pjesë të ndërmarrjes së përbashkët kriminale. ZPS nuk ka përgjigje për këtë, dhe kjo është e pakuptimt, përfundoi Misetic. Misetic tha se nuk ka asnjë provë që e lidh Thaçin me komunikatat e UÇK-s dhe se ZPS nuk ka treguar se cilat komunikata apo deklarata publike ai ka kontribuar për krimet në akt akuzë. Ai shtoi se interpretimi arsyeshëm i provave tregon se Thaçi nuk ka qenë i përfshirë në përgatitjen dhe shpërndarjen e deklaratave politike dhe se nuk ka asnjë lidhje kohore apo gjeografike që e lidh me krimet e pretenduara. Sipas avokatit, ZPS ka paraqitur vetëm një listë të provave materiale, ndërsa gjykatësit të bëjnë vetë lidhjen, nëse ekziston, mes provave të prokurorisë dhe krimeve të pretenduara.